Hoxha nderuar, selam aleikum. Kam shumë frikë vdekjen. Më shumë se vdekjen edhe jetën në varr. Saqë sajle mendojmë të merrojnë këto dy gjëra. Si t'ja bëj ta heq këtë frikë dhe si t'ja bëj që ti të i kaloj të gjitha këto që i kam, për vdekjen dhe për jetën në varr. Është frikë e panevojshme, e paarsyeshme, përveç se një rast. Nëse pyetësi nuk ka përgatit asgjë, nuk ka përgatit asgjë për jetën në varr, nuk ka përgatit asgjë për jetën pas vdekjes, atëra do të më u friksue, jo pse ka me vdek, po do të më u friksu pse po shkon pas një punë. Dhe çka me bo? Me fillu më përgatit. Me u përgatit për vdekjen. Vdekja për besimtarin musliman është një proces i natyrshëm, nuk është i lehtë, është goxha i rëndë, mirë po aq lehtë e dorëzon besimtari musliman shpirtin, sikur kur e shpon me diçka tak, edhe del shpirti. Kështu e ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wasalam momentin e daljes së shpirtit. Ndërsa tek jo besimtarët dalja e shpirtit ka vështirësi, ka mundime të rënda. Jeta në varr, pse me u friksue për jetës në varr? E din çka i bën kjo? Nuk bëhet një krahasim i këtij, po veç po du parafërsisht pak mja parafrue apo mja përshkrue jetën e varrit, në mënyrë që të mos kemi frikë për saj. Jeta në varr është për besimtarin musliman me gjithçka më mirë se sa jeta në dynja. Sikur me jetu në një shtëpi të lloçit. Një shtëpi të lloçit. Edhe tash me thonë po shkon në një shtëpi shumë të bukur, apo të përkryer, të përsosur, me gjitha të mirat. A ka frikë? Jo. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, varri i besimtarit është kopsh për kopshteve të xhenetit. Varri i besimtarit musliman është kopsh për kopshteve të xhenetit. Pra Allahu ja shndërron atë varrin e thjesht, ja shndërron në një kopsh për kopshteve të xhenetit. Edhe ai çdo herë lut Allahun, o Zot, bënë kiametin. Pse? Sepse e shef edhe vendin e vet në xhenet ku ka dhe ka qef sa më shpejt me shku në xhenet. Nuk dihet që të ketë thonë apo që të thotë ndonjë për besimtarë musliman, në varr o Zot kthem jetën e dynjas, me përjashtim të atyre që nuk janë fal, ata e lusin Zotin me u kthy në këtë botë për me fal namaz. Ata që nuk kanë dhënë zakatin edhe kanë pas kushtet, e lusin Allahun për me u kthy me dhënë zakat apo për me dhënë sadaka. Ata që s'kanë agjëruar e lusin Zotin për me u kthy çka me agjëruar. Ata që s'kanë qenë haxh e lusin Zotin për me u kthy në jetën e kësaj bote për me shku në haxh. Ata që s'kanë lexuar Kur'an e lusin Zotin për me u kthy në këtë botë me lexu Kur'an. Pra, vetëm këto raste, përndryshe nëse ti ke punë të mirë me Zotin, dije se ajo që po të pret është e pakrahasueshme në mirësi apo në bukuri me këto që i kemi prej të mira dhe prej gjërave të bukura në jetën e kësaj bote, kështu që një fjalë popullore thot, ai që tutet nuk tutet. Edhe kë, nëse tutet let përgatitet edhe nuk tutet pastaj fare. E ai që nuk përgatitet edhe rrin i sigurt, ai do të më u tut, ai do të më u friksu.